mesazhin fund për garën, me që jeni në garë, po e respektoj garën, pse duhet të votojnë njerëzit në 7 qershor Fadil Demakun edhe Partinë Demokratike të Kosovës? Në radhë të parë, unë kisha kërkuar nga qytetarët që të mendojnë mirë, të analizojnë mirë ofertat politike, programat e partive politike, të analizojnë programin e Partisë Demokratike, të ndalen në kohë dhe të shohin se kryetari i Partisë Demokratike ka qenë ministri i financave, ministri më i mirë, ka qenë njeriu i cili i ka rrit pagat në një lartësi që askush tjetër nuk e ka bërë prej asaj kohe dhe përsëri në programin e tij po thot që unë do t'i rris pagat 50% për t'i përballuar çmimet e larta, që të krijojmë jetë të dinjitetshme, që buxheti i Kosovës të shfrytëzohet në mënyrën e duhur në funksion të zhvillimit dhe të prosperimit të vendit. Pra, i dëshmuar, ndërsa edhe këta tjerë janë të dëshmuar, po në drejtimin e gabuar, në drejtimin e paduhur. Prandaj kërkoj nga qytetarët për të mirën e tyre, për të mirën e vendit, larg propagandës, larg sharjeve, larg fyrjeve, se disa të verbruar tash kanë filluar të më quajnë mua njeri i Serbisë e lloj-lloj epitetesh, se ne jemi mësuar me këto. Ata të cilët i kesh përdorin ata. Pra, kërkoj që ta votojnë ofertën e Partisë Demokratike të Kosovës si ofertën më të mirë për qytetarët e vendit.